djali bigjazgji, pijanec, gjithashtu i rreh prind, a me e nxjerr prej shtëpis atë fëmijë. Subhanallah, subhanallah. Sikur të ishte veç bigjazgji edhe pijanec, edhe nuk i bën dëm familjes, shkon rrugën e vet e harxhon mbi gjaz, pin alkool, vjen të shtëpia rrin urt, e këshyr punën e vet, si përzihet familjes, nuk lyp pare, nuk e rreh prindin, nuk i bërtet babës nanës, nuk i bën dëm kërkuj, themi jo, mos e nxjerr këtë fëmijë prej shtëpisë. Këshilloje, merre me të mirë. Por përderisa i rreh prindrit, atëherë këtu është pikë pyetja, a lejohet me majt a me qit prej shtëpisë? Çfarë them? E di që është lehtë për mua me thonë prej këtu, prej xhamisë qitne. Është rënë për juve, por megjithatë, nëse ju rrezikohet shëndeti, jeta juaj, pasi ti provoni mundësitë edhe shihni që s'ka alternativë, ndoshta do të duhet me marrë dhe këtë vendim. Lusë Allah që mos ta sprovoj askënd me gjërat të tilla. Allahu mos na sprovoft, Allah përmirësoft këtë fëmijë. Nuk du me dhënë këtë përgjigje, por mendoj që kur çosin gjitha alternativat edhe rrezikohet jeta e prindërve me rrahje etj. Subhanallah. Jetë opsioni i fundit me nxjerr prej shtëpisë. Allahu mos na sprovoft.